Nata e 22. Paqja e Hudejbijes. Kishin kaluar, oj bia ime, plot 6 vjet nga dita kur Muhamedi a.s. e la vendlindjen e tij, Mekën, dhe zuri vend në Medinë. Pjesën më të madhe të kësaj periudhe e kishte kaluar në përmirësimin e gjendjes shoqërore dhe ekonomike të muslimanëve dhe në luftë për të mbrojtur lirinë që e fituan duke emigruar. Para se të emigronin, muslimanët kur faleshin i drejtonin fytyrat ka Jerusalemi, por një vit pas emigrimit u urdhëruan të drejtoheshin ka Qabeja, shtëpia e parë e ndërtuar për t'ju lutur një Zoti të vetëm, e ndërtuar nga profeti Ibrahim me të birin Ismailin. Dashuria e atë dhejot, oj bia ime, është një djenjë e shenjtë. Mekasit i kishte marrë malli për vendlindjen e tyre, me gjithë mirëpritjen dhe mbrojtjen që gjetën në Medinë nga vëllezërit e tyre në fe. Shpesh herë, kur mblidheshin njëri me tjetrin dhe përmendnin Mekën, e rrithnin në faqet e tyre lot mallëngjimi. Për më tepër, në atë kohë u bë detyrë dhe haxhillëku, vizita e Qabës, por idhujtarët nuk i lejonin muslimanët ta kryenin këtë detyrë të shenjtë. Një natë, në vitin e 6 të emigrimit, Muhamedi a.s. pa ëndër, sikur kishte vajtur dhe kishte vizituar shtëpinë e shenjtë, Qabën, bashkë me disa nga shokët e tij. Në mëngjes, profeti i lajmëroi muslimanët dhe kërkoi prej tyre që të bëheshin gati për të shkuar në Mekë, që të kryenin detyrën fetare të haxhillëkut. Ky lajm u prit me gëzim nga besimtarët. Në atë vit, në stinën e haxhillëkut, Muhamedi a.s. bashkë me 1400 veta u nisën për në Mekë, duke pasur me vete edhe 70 deve për t'i bërë kurban ditën e Bajramit, sikurse bëjmë edhe sot ne muslimanët, kudo që të jemi në festën e kurban Bajramit. Profeti nuk e kishte në mend të luftonte, donte të shkonte dhe ta kryente detyrën e shenjtë në paqe dhe qetësi. Prandaj i urdhëroi shokët të mos merrnin me vete tjetër armë veç shpatave në këllëf. Këtë gjë e bënte çdo udhëtar në Arabi atë kohë. Lajmi i nisjes së profetit për në Mekë u arriti idhujtarëve, por ata nuk besuan se Muhamedi a.s. me të vërtet donte vetëm ta vizitonte Qabën. Menduan se ajo ishte vetëm një dredhi për të pushtuar Mekën. Prandaj u përgatitën për të ndalur Muhamedin a.s. me shok që të hynte në qytet, dërgua një ushtri kalorësie nën komandën e Halid ibn Velidit. Profeti, kur e pa ushtrin, pyeti nëse dinin ndonjë udhë tjetër. Njëri prej tyre i udhhoqi nëpërmjet disa luginave. Kur dolën në sheshin e quajtur Hudejbije, u ndalua devja e profetit. Shokët e tij kuptuan se devja ishte e lodhur, por Muhamedi a.s. u tha: "Jo, nuk është lodhur, por e ndali Zoti. Do ta pranoj paqen në cilën do mënyrë që të kërkojnë Mekasit." I urdhëroi shokët që të zbrisnin dhe të zinin vend aty, gjërsa të merreshin vesh me idhujtarët. Mekasit e ndoqën profetin e shokët e tij dhe më në fund të dyja palët qëndruan kundrull njëra tjetrës. Idhujtarët e kishin vendosur që të mos e linin Muhamedin a.s. me shok të hynin në Mekë, veç mbi trupat e tyre. Shumë nga muslimanët, të shtyr nga malli i madh për vendlindjen e tyre dhe nga dëshira për të kryer detyrën e haxhillëkut, mendonin se duhej të vizitonin Qabën, në qoftë se ishte nevoja, edhe duke përdorur shpatat.
Muhamedi a.s. vete kishte vendosur që në fillim ta kryente vizitën në paqe dhe nuk e kishte ndërmend t'i përdorte armët, përpos nëse mësyhej nga idhujtarët. Për të i arritur qëllimit e tij, profeti dërgoi në Mekë delegat mbas delegati, po ashtu bën edhe idhujtarët, dhe mbas shumë bisedimesh arritën marrëveshjen për ta nënshkruar një traktat ndërmjet idhujtarëve dhe muslimanëve. Ky traktat u njoh në histori si Pakti i Hudejbijes. Konditat e paktit ishin këto: lufta duhet të ndërpritej për 10 vjet, të gjithë të jetonin në paqe. Fiset arabe ishin të lira të lidhnin traktate me cilën anë të donin. Muslimanët duhet të ktheheshin këtë vit në Medinë pa e kryer haxhillëkun, por mund të vinin për ta kryer këtë detyrë vitin e ardhshëm me kondit që të mos qëndronin më tepër se 3 ditë në Mekë. Muslimanët nuk duhej të merrnin me vete bashkëfetarët e tyre kur të ktheheshin nga Meka për në Medinë. Në qoftë se ndonjë mekas musliman ose jo shkonte në Medinë, Muhamedi a.s. ishte i detyruar t'u akthente idhujtarëve. Mirëpo, po të shkonte ndonjë nga muslimanët në Mekë, idhujtarët nuk ishin të detyruar ta kthenin. Profeti i pranoi këto kondita dhe i pa në favor të muslimanëve, po shumë prej besimtarëve i gjetën të paarsyeshme. Omeri me zërmirim i shfaqi pakënaqësinë Muhamedit a.s. Por ky i tha: "Unë jam shërptori i Zotit dhe i dërguari i tij. Nuk kundërshtoj urdhrat e tij dhe ai nuk më humb kurrë mua." Ebu Gjendeli, i biri i Suhejl Omerit, i cili ishte delegat i Mekasve për ta nënshkruar këtë traktat, e kishte pranuar fenë islame. Dhe kur ishin vendosur pikat e traktatit, iku nga Meka dhe erdhi tek profeti. Shenjat e torturave dukeshin në trupin e tij. Me një zë tronditës kërkoi nga vëllezërit e tij në fe që ta shpëtonin nga vuajtjet. Muslimanëve u bëri shumë përshtypje gjendja e tij dhe menduan se pasi traktati nuk ishte nënshkruar, nuk duhej dorëzuar. Ebu Suhejli nguli këmbë se duhej të kthehej. Muhamedi a.s. e dorëzoi duke thënë: "O Ebu Gjendel, bëj durim dhe të jesh i sigurt se Zoti do të gjejë mënyrën për të shpëtuar ty dhe shokët e tu që vuani nga mundimet. Ne kemi dhënë fjalën dhe nuk e thyejmë." Këtu, oj Fatime, Muhamedi a.s. na jep një mësim shumë të lartë. Na tregon se fjala e dhënë duhet të mbahet, edhe nëse është në dëmin ton. Sa për Ebu Gjendelin me shok, Zoti i shpëtoi. Ngjarjen e tyre do të ta tregoj javën tjetër. Traktati u nënshkrua, kurbanët u therrën në Hudejbije dhe mbas pak kohe Muhamedi a.s. me shokët e tij u kthye në Medinë. Vitin tjetër vajtën në Mekë dhe kryen detyrën e haxhillëkut. Gjatë 3 ditëve atje u çmallën pak duke e parë vendlindjen e tyre, të cilën kishin qenë të detyruar ta linin për të shpëtuar nga vuajtjet dhe për të jetuar të lirë në Medinë. Traktati i Hudejbijes, oj bija ime, ishte një fitim i madh për muslimanët, gjë që do ta mësosh në tregimet që do të ti kallëzoj më pastaj.